Me se erdhët, unë jam I banor I fshatit Kallem Kashisht, këtu ne në këtë lumi Vjosa, gjithmonë jemi përballur me situata të tilla, edhe si vjet ndihet çik frika se po bën 3-4 vjet që nuk ka dalë dhe nuk ka patur rreshje shumë të mëdha shiu, edhe kemi frikë nga përmbytjet se kemi bujqësi, kemi lule shtrydhe, jemi vend bujqësor, kanë mbjell komplet njerëzit mbjellje dimërore, edhe niveli po I ngrihet shumë lumit, po prap në qoftë se me këtë shi që ka rënë dhe në qoftë se greku andeja hap në port, se unë kam qenë vetë në kurbet në Konica dhe në përmeti në Qarqova, po lumi po bie prurje. Me fjalë, ne po bëjmë 4 vjet që nuk kemi patur kaq shtesë lumi, po e shikojmë që po ngrihet në ora 8-9 mëngjes, deri tani po flasim ora nuk e di 12:01 sa mund të jetë e drekës së paraditës, që po vërshon. Ne jemi gjithmonë në mbrojtje, po çfarë do mbrojmë? Me ato çika kush në kanal Kullus, me lopata fshatar të ndje që kanë dhe fermerë që kanë pronë atyre të luleshtrydheve, se ne jemi I zonë luleshtrydhesh, po mundohen. Pra dëmi ishte kolosal për ju. Po, shumë, bile shumë. Lumi po ngrihet, mas inshallah, sikur ngrihet edhe në 1 metër e ca niveli 2 metro, 1 metro të ngrihet hynë për tokat bujqësore. Ju faleminderit që na respektuat. Projekti që ka mbetur ende pa projekti janë argjinatura në berë penele këtu me fjalë, po prapë lumi lëviz. Më përpara ka qenë teja, shedhur andeja, tani nga andeja I shedhur këtë në anës fshatit. Tu kur bën përmbytje që është kjo radhë e parë se këtu janë me vit verdh me sistem ato nuk bën shumë zarare, po na mbrapa që janë tokat dhe shtëpitë më të ulta hynë për banesa të njerëzve.